Bashkia Madh nëpërmjet klubit sportiv Burreli organizoi të dielën e 7 qershorit turneun futbollistik tradicional veror në Burrel për ekipet e moshave U11 dhe U13. Në këtë garë, e cila u mbyll brenda ditës, morën pjesë ekipet e moshave të Burrelit, Klosit, Buqizës dhe ekipet të ardhur nga Tirana. E gjithë gara sportive u ndjek dhe u monitorua nga profesionistët, kryesisht trajnerët e ekipeve të moshave nga pjesëmarrësit në këtë garë. Gara mes futbollistëve të rinj u zhvillua fillimisht ndërmjet tyre dhe më pas u zhvilluan ndeshjet e fundit që përcaktuan edhe fituesit. Për shkak të temperaturave shumë të larta, takimet u mbajtën në minuta më pak se ndeshjet zyrtare. Drejtori teknik i klubit sportiv Burreli, Klevis Gjoka, tha se ky është turneu i parë që zhvillohet mes këtyre moshave, ndërsa do të kthehet në traditë. Sipas Gjokës, këto gara janë motivim për brezin e ri që jo vetëm të merren me sport, por edhe të prodhojnë lojtarë kualitet që shërben të ardhmës së futbollit në vendin tonë. Ky është turneu tradicional pranveror i organizuar nga Bashkia Madh. Është viti i parë që organizohet, ku pjesëmarrës ishin disa ekipe të qarkut Dibër dhe 3 ekipe nga Tirana. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte motivimi i lojtarëve për vazhdimin e karrierës në futboll. Shpresoj që të kemi sa më shumë aktivitete të tilla që të promovojnë edhe lojtarët vendas dhe talentet e të ardhmës. Fitues të kësaj gare futbollistike u shpallën për kategorinë U11 ekipi autokton i Tiranës dhe për U13 u shpall ekipi i Klosit me trajner Gyskola, po ashtu çmime u dhan edhe për golashënuesin më të mirë të turneut, i cili u shpall Oresti Kadiu dhe portieri më i mirë Arbion Bala.